Nisur për nga kritika, ato nuk ishin kritika, më falni për modestin, por nuk ishin kritika sepse stafi është vërtet staf shumë i mirë në shkollën tonë. Por përsa i përket qëllimeve që ato kanë, fëmijët vinë nga familje vërtet të përgatitura, flasë për familje të cilat i kanë mësuar që të i kanë kushtuar rëndësi të madhe arsimit dhe qëllimet që kishin nxënësit, pra të gjithë kishin qëllime normalisht arsimin në degët dhe profesionet që ato duan. Pra një pjesë e nxënësve, ja vlen dhe për të përmendur, ato kanë dalë dhe shumë mirë me rezultatet e maturës shtetërore. Kemi punuar goxha edhe gjatë periudhës së vitit shkollor dhe një pjesë e tyre do të aplikojë dhe jashtë Shqipërisë. Por, një gjë që ja vlen për të thënë, sepse unë i kam pyetur se ngacmoj, ato do të rikthehen. Do të rikthehen, pra një gjë që mua më ka pëlqyer, po, është se ato i duan shumë vendin e tyre dhe më kanë thënë do të ikin, por do të rikthehemi sërish për të kontribuar në vendin tonë. Për çfarë do studionin jashtë? Një vajzë e cila do të aplikojë, është pranuar tashmë për ekonomik dhe në Milano në Itali. Dhe një vajzë tjetër, po për mjekësi, por është ende në pritje të vendimit. Të përgjigjes të vendimit.